është skandaloze, është diçka që ne... Agent... Jo, ajo është mentaliteti, ajo ka thënë të vërtetën e saj. Atë që ndjen, po është politikane. Po, jo, ajo ka bërë gabimin që ka thënë të vërtetën e saj. Ose ka thënë atë që ja thonë të gjithë, kjo ka bërë gabimin që ja thonë, ata të gjithë e mendojnë ashtu. Unë kam patur rasta, ne jam përplasur në për samitet ndryshme me zyrtarë të qoftë deputet, me njëherë kam pasur përplasje me nënkryetaren e parlamentit të Serbisë, dhe jo garantoj në sesion u detyrua la sallën, se të përplasja jonë mbriti derisa ajo të largohej. Por e mendon eksaktësisht si kryeministrja. Kështu që e përshëndes shpalljen non grata nga qeveria e Kosovës, saj, nxis dhe ftoi dhe do duhet ta kishte bërë edhe Tirana dhe qeveria në Shqipëri, qeveria e Tiranës. Dhe mendoj që në mënyrë absolute duhet të ridimensionuar pozicionet me Serbinë. Duhet të izoluar politikisht diplomatik një qeveri e tillë, apo një mentalitet e tillë, apo një vend që drejtohet nga mentalitete të tilla. Për mendimin tim, reciprociteti me Serbinë në këtë rast duhet të jetë i pa negociueshëm, derisa kërkon spastrimet etnik, duhet ndërpresh çdo lloj komunikimi politik me qeverinë e cila mban brenda një ministre të tillë. Kështu që mendoj, e kam përshëndetur aktin e menjëhershëm që mori Kosova, dhe kërkoj, insistoj që të bëjë të njëjtën gjë edhe Tirana zyrtare, në mënyrë absolute.